Mirë mbrëma dhe mirë se po takohemi të dashur miqe edhe kësaj të martë. Emisioni Një jetë në një orë tashmë është bërë pjesë e shtëpive tuaja për faktin se çdo javë sjell personalitete të ndryshme, të cilët kanë rrugtuar në kohë me shumë njerëz. Sot janë të suksesshëm, e gëzojnë moshën e tyre të pensionimit, shohin frytet e punës dhe angazhimeve që kanë pasur në profesion, por edhe në mirëqenien e tyre familjare, por bashkë me ta kanë rrugtuar edhe shumë njerëz e jeta ka shumë fragmente të cilat këta zgjedhin t'i shpalosin në këtë emision. Sot kam kënaqësi të bashkëbisedoj me një grua të cilën jo rrallëherë e keni parë në emisionet tona për punën, kontributin dhe angazhimin e saj profesional në kryqin e Kuq Degë në Gjakov, zonjën Flanza Bakia Lama, por që kësaj radhe do ta lëm anash pak punën profesionale dhe do të flasim për punën tjetër, atë që e ka shoqëruar Flanzën në edukimin e saj profesional, rrugtimin jetësor, familjen, shoqërinë dhe gjithçka që lidhet me të. Mirë mbrëma dhe mirë se erdhët. Mirë mbrëma, mirë se ju qeta me Eldita. Çfarë po bëni këto ditë? Si po kaloni zonja Flanzë? Me punë, angazhime, të ankohen me aktivitetet Kuqit Kuq, pasi që këtë muaj është edhe muaji i solidaritetit, kemi aktivitetet shumëta. Ne sot do të kthehemi në kohë, do t'ju kthejmë juve në shumë fragmente jete, sepse shikuesit tanë duan t'ju njohin edhe në një dimension tjetër. Kush ishte Flanza dikur, kur rrit, cilët janë njerëzit që punuan edhe bashkëpunuan bashkë me të, edhe sa janë të rëndësishëm ata për ty sot. Besoj ke zgjedhur fotografi të cilat do të na flasin për këtë kronologji kohore tuajën. Eldita, s'pari ju falenderoj për ftesën që ma keni pa me qenë pjesë emisionit Një jetë në një orë. Gjatë përzgjedhjes fotove, mendova të zgjedh foto me tregu familjen në cilën jam rrit, familjen që kam kriju, me shoqnin cilën kam qenë e rrethume, me shkollimin tim, edhe në fund fare pak për punën që e bëj, pasi që si që të ceket edhe ju, për punën dhe aktivitetet që i bëj. Vetëm e keni dëshmuar, natyrisht. Me shumë kënaqësi edhe me shumë kurreshtje, besoj edhe shikuesit e kanë të njëjtën ndjesi, ne do ta nisim nga e foto e parë, e cila si rëndohu na kthen shumë vite më herët. Prandaj do ta kemi një foto, me siguri janë këta prindërit tua, po? Po. Eldita, këta janë prindëmi. Nësim Bakia dhe Farije Hoxha Bakia, cilti du shumë, kam shumë malë për ta, edhe netën kohë dhe shumë dhimbje. Prindë mi kanë qenë shumë punëtor, shumë human, edhe shumë bujar. Po në netën kohë, edhe pse kanë punu shumë, edhe kanë ditë me shiju jetën shumë. Kisha thënë për prindë mi, shka jam edhe falenderuse, që prioritet për ta ka qenë shkollimi jonë. Ndoshta kjo ka ardhur për shkak se dy prindë mi nuk kanë pas mundësi me u shkollu. Baba është rritje tim, edhe për kam pak emocione për është emisioni kësaj natyre. Baba është rritje tim, edhe prej moshës 6 vjeçare është dashur me punu shumë për me mbajt familjen. Do të thonë prej 6 vjetë e ka mbajt familjen. Ndërsa nana edhe pse ka qenë nxënëse e shkëlqyshme, koha u kon atëherë që prind nuk e kanë leju me vazhdu shkollimin, kështu që jam falenderuese shumë që kanë punu shumë për shkollimin e gjithë neve fëmijëve. Më trego pak, si ishte ajo fëmijëria juaj me këta dy prindër?
Cili ishte më autoritar, me cilin ishte e lidhur më shumë? Ku dukej se po të gjason më shumë ai elementi me nënën apo me babain, ku derisa po rriteshe? Si element që e ka marrë për i babës është se baba ka qenë shumë përparimtar. Për natë ku ka qenë shumë përparimtar. Autoritare kam pas dëshirë me qenë si nana, si mama. Se kjo ka qenë më përmbajtë. Fjala saj ka zonë vend gjithë. Kështu që mendoj që jam kombinimi dy prindve. Cila është ajo këshilla që e ke bartë me vete dhe je mundu gjatë gjithë kohës në momentet saktuara me të kujtu se çfarë porosie ka dhënë ëma? Ose jati gjithsesi? Porosia ma e madhe e prindve ka qenë me qenë të rushëm, me qenë human, edhe me i dasht njerëz pa kushte. Komponentet rëndësishme, Këto trija kanë qenë. Kalojmë te fotografia tjetër, shohim në çfarë emocione, në çfarë kohe do të na sjell një fotografi. Këtu jemi familja Bakia. Po. Foto parë jam me dy vllaznit e mi, Blerimin edhe Besimin. Po. Blerimi ka ndru jetë para 9 viteve edhe ka lanë një sprastin të madhe në familjen tonë. Ndjejmë shumë mungesën e tij. Vllau i dytë është Besimi, cilin e du shumë edhe i falenderoj për krejt përkrajen, si Blerimin, si Besimin, për gjithë përkrajen se këta kanë qenë vllaznit më të mëdhej, na motrat më të vogla, edhe i falenderoj për gjithë përkrajen që na kanë dhënë ndër vite. Këto foto tjera? Foto dytë janë këto 3 motrat e mia, Belkizja, Buqja edhe Diana. Këto na jemi motra që jemi dash shumë, kemi bosh shumë për njëna tjetrën. Edhe mundë me thonë gjithë familja, si na motrat edhe vllaznit, 6 fëmijët, gjithë jetën e kemi kalu shumë lehtë se e kemi pas shumë për krajen e njëni tjetrit. Do me thonë, ajo shpreja një për të gjithë për një. Do me thonë, gjithë e kemi pas krah njëni tjetrin, edhe e kemi kalu shumë mirë. Edhe mund të me thonë që ajo dashni, ai respekt vazhdon halo, edhe mund të me thonë që mund me marë si shembull që duhet mu dasht motrat pavarësisht që i kemi, motrat e vllaznit pavarësisht që i kemi kriju familjet tona, na prapë se prapë e ruajmë atë dashni edhe respekt që kemi pas gjatë gjithë jetës. Foton e tretë e kam marrë me kjo foto jemi na 6 fëmijë me partnerat tonë. I kam marrë edhe këtë foto me thonë që edhe pse jemi martu, jemi po me partnera, neve dashnia edhe respekti e kemi marrë në lidhjen familjare, shumë e bukur kjo. Edhe mund të me thonë që gjatë gjithë jetës, gjitha vikendet, pushimet, festat i kemi kalu së bashku. Foto tjetër është nipat edhe mesat. Na i kemi gjithsejt 21 nipa edhe mbesa. Familje e madhe. I kemi fëmijët gjithë janë të mrekullueshëm, edhe për gjithë një kinë se janë fëmijët tanë, se ndoshta pse kemi nejtë shumë, kemi kalu kohë së bashku shumë, atëherë fëmijët i kemi rritë së bashku, do me thonë, kemi një dashni të posaçme për ta. Tash këta edhe pse i kanë kriju familjet e veta, gjithë punojnë në profesionet e të në po prapë se prapë ajo dashnia vazhdon. Sa është e rëndësishme me u përpjek kështu ndër vite me rujt institucionin e familjes, kur kemi parasysh që viteve të fundit shohim me ose pa dëshirën tonë pak luhatje e këtij institucioni të familjes brenda shumë familjeve tona kosovare. Cila ka qenë ajo komponenta kryesore që e ka mbajt bashkë këtë familje?
Në fillim e thash, ndoshta edukata fëmijëve që kanë mbjell dashni te na. Po. Mandej na e kemi vazhdu. Ndoshta pse të kohën na edhe pse kemi punu, po në momentin që e kemi përfundu punën, na të kohën ju kemi kushtu familjes. Po flasë për na motrat, aty janë gratë e vllaznive, burrat e motrave, Lili të Uta, Faton Grezda Indjeri, Faton Deva edhe Mustafa Kërëziu. Do më thonë, na gjithë kemi qenë pro familjes. Kalojmë të fotografia e radhës, këtu, tash jemi me doktorin. Eldita, këto është njeri që e du shumë. Kë është shoku jam ma i miri. E them shoku jam ma i miri se na në fillim kemi qenë shok të klasës. Prej vite në klasë kemi qenë në gjimnas, 4 vite gjimnas edhe 4 vite në studime kemi qenë veç shok. Po në atë kohë jemi dasht shumë edhe gjithë shokët e shoqet e kanë ditë që na dy duhe mas shumëti, po jo me mëndu. Po si shok, po keni një shoqëri, po. Dhe si rodhën gjërat pastaj. Edhe në vitet e fundit studimeve, kisha dalë me një shoqe, me shetit edhe tu këthy cimere, se kom panu në konvekt, me një cimere, tu këthy të mesa studimeve pitakojmë afrimin me doktor Gzim Qare. Po. Edhe mbasi u dam për të në shoqe e me për më thot mu, tha Flos, tha pse nuk për bosh bashkë me afrimin dë të mire, kështu, unë reagova me njëherë, qysh është mund që me njërë më shokën e klasës. Edhe përfundaj atë. Po në njëtën ku, masi jemi da, edhe doktor Gzimi i ka thonë afrimit, afrem pëse spikëqyrë marë flozën. Një loj parandjenje. Që sa të përshtatë që më jeni dë të mirë kështu, edhe afrimi ka thonë qysh unë ata kom si motor nuk mund me i thonë. Edhe përfundaj atë. Edhe beso na në studime nuk kemi taku shpesh, si kur kemi qenë në shkollë, se afrimi ka lujtë futbol, edhe ma shumë rike në Qakovëse në Prishtinë. Po prej asaj natë, gjdo ditë, sa herë dilësha në qytet që kisha mi taku afrimin. Edhe kështu mas 2 muje ja fillu me bon bashkë. Qëfar mësove nga lidhja me të, nga jetesa me doktorin? Qëfar more prej ti? S'pëdi Edita, na dy muna me thonë tu se jemi një shpirt binja. Jemi shumë të ngjajshëm. Prej parimeve, prej edhe nuk di me thonë shka ku marrum prej afrimit për me se më do këtë jemi krejt njësoj. Jemi tipat njët, jemi dëtë human, menojmë shumë, jo vetëm për veti, po dhe për tjertë, jemi durushëm dëtë, jemi dashtën, s'pëdi gjitha tiparët i kemi të përbashta. Ka ndodhur se në gjdo qift, në gjdo martes, në gjdo jetë, ka ato ngritjet dhe zbritjet e diskutimeve, mund të themi, kush rëshon pemë më shumë? Unë. Ti, gjithmonë. Unë po rrallën ndodhë, po thonë, ndoshta ka ndodhë kjo pëse na jemi dashtë shumë si shok, edhe kur nuk e ka menu njetë që jam burë e gru, po gjithë si shok e shoqe. Ndoshta edhe pse jemi tipat njetë. Do më thënë, ju jeni modeli i asaj frazës që keni kaluar një shoqëri të mirë dhe të shëndetshme mes vete dhe atë miqësinë e shëndetshme e keni kthyer në familje të shëndetshme. Edhe Eldita, kur kemi qenë në gjimnas, i ndjeri bashkim Bokshi, sociologji në pak ka thonë, edhe në pak ka pasbo një anket në klasë, për me kuptu cili është shoku ma i mirë dhe shoqja ma i mirë e klasës. Për shembull, pyetjet kanë qenë në qoftë se shkon në vikend e kishe marrë me veten për me mësu pyetjet kanë qenë, tash s'po më kujtohen gjitha, edhe
kur ka përfundu anketa, afrimi është dalë shoki ma i miri, unë e shoqja ma i mira në klasë. Kështu që për të më thonë, jemi tipat njëjtë. Shumë e bukur kjo. Kalojmë të fotografia tjetër. Kjo Për të ta kemi pas problem. Këtu e kom e zgjeta këtë foto. Pse është e rëndësishme kjo foto për ty? Pse është se për këtë veshje kom pas problem me afrimin. Se a ish kundër veshjes, atë që nuk përmuna me të paramendu, kështu ju të kësha ndryshe. Po dëshira e mamës edhe e nanës afrimit ishë unë më vesh. Në fillim, u vesha për hatër të në mandej më pëlqeke. Filloj me të pëlqyë dhe ty veshja kombëtare. Afrimi mandej u pajtuta, kur të shkon me ato dikon, veshu qysh dush, me mu, jo. E mu më pëlqeke. Ma sjell pak në rikujtes këtë veshje. Besoj që të paktën edhe nga ajo që jemi rritur duke pa gra në këto lloj veshjesh, ndihen pak më mirë, më bukur kur kanë hyrë për ato takimet me gra, ha? Po, ti Eldita. Cila ka qenë ajo, ndoshta përparësia e një nuse të veshur në një ambient grash kështu? Dishka ma ndryshe. Unë personalisht e kom një vetën mirë, edhe pse shumica kishin atë bindjen që nuk dorohet me vesh, për shembull mi toni në këto, unë shumë letë, ndoshta pse më pëlqejke. Edhe kisha dëshirë, thashë në fillim për hatër të mamës edhe të nonës afrimit, mandej më pëlqejke vetë, se u nishe pak ma ndryshe. Bukur gjithsesi. E bukur shumë. I ke ruajtur këto? Po. Se zakonisht ruhen si një vlerë e trashëgëmisë familjare. Po. Shumë e bukur. Kalojmë te fotografia tjetër. Një fotografi e kompletuar, a? Këto jemi unë edhe afrimi edhe 4 fëmijë tanë. Nora, Nita, Kaltrina edhe Arbri. Nora një shtëpi profesionistësh, duhet ta them, sepse i njoh mirë edhe bravo për këtë arritje të fëmijëve tuaj. Nora është farmaciste, e di, punon, jeni kolege në shkollën e mesme të mjekësisë. Nita është menaxhere, ka kryer fakultetin e edukimit informatik, matematik. Kaltrina është mjeke, është në përfundim specializimit për kardiologji, edhe Arbri është mjek në përfundim të specializimit ortopedi. Dhe më thënë, Kaltrina ka shkuar nga specializimi i doktorit. Po. Arbri ndryshe. Pak më ndryshe. Si është me qenë rrethuar me mjek? Edita është kënaqësi shumë e madhe. A është pak edhe ai presioni, mos e ha këtë, kujdes, mos e hetë këtë dom, kjo nuk të bën? Jo, edhe afrimi, edhe fëmijët nuk janë mjek që me kushte, kushtimisht për tonë, për nga ushqimi, për këto, afrimi gjithë thotë, shka të pëlqen, nuk të bën dom. Nuk është sikur mjek tjerë që nuk bën me hongër për sheqere, për gjak e këto, po thotë ku të pëlqen diçka mundesh, po jo e në sasit të prume. Kënaqësi është me qenë rrethuar me mjek, kur e di që janë në shërbim njerëzimit, se unë them që profesioni i mjekut nuk është punë, po është mision. E besoj që edhe këta do ta ndjekin rrugën e afrimit, si që afrimi që ka kry me sukses këtë mision, besoj që edhe këta shkojnë hapave të afrimit. A kanë qenë këto profesionet e ndruara të një nëne? Po. Unë e kom pas së mërak edhe Nora me qenë mjek edhe Nita. Po Nora ka dashtë farmacin, Nita që që thash po. Që për pakës... Të kanë gjatë ty? Po. Kanë dalu të numrat. Ta janë 4 fëmijë që e mbushin jetë, janë
kemi punu shumë, ndoshta, me afrimin në edukimin e tëne. Kemi punu shumë me qenë edhe këta human, edhe mas shumë ti që kemi punu me qenë shok edhe shoqet mira në shoqni. Edhe mendoj që ja kemi arrit, i kemi rrit me shumë tashni, shka tashti për reflektohet prej tëne që na dhurojnë shumë tashni, respekt, edhe i falenderoj shumë, i du shumë. Nanat i duan të gjithë njëjtë. Kalojmë pas kësaj fotografie të bukur që flet shumë në esencë, tash këtu duken të kompletuar edhe më mirë. Me partnerat e tëne, mentori, Valoni, Bliri edhe Nusja Jeta. Edhe këta janë të mrekullueshëm, i du shumë, i respektoj shumë. Se cila fotografi më mirë se tjetra? Këtë foto jemi e gjithë familja, të më thonë, edhe nipat e mbesat, po e kom zgjedh këtë foto, se në këtë foto janë Valja dhe Xeni. Edhe këta dy janë të rëndësishëm shumë për familjen tonë, se i dumë shumë dët. Valen e kisha falenderu për gjitha organizimet që i kom pa të Valja të restorani Xeni Imperial. Gjitha ditlindjet, fejesa, martesa. Për është një shtëpi e juaj. Shtëpia jone dytë ka qenë restorani Xeni Imperial. Edhe në fund dy pensionimet edhe afrimit edhe imja na ka organizu Valja, kështu që e falenderoj shumë. Në tjetër Xeni, kë është idoli i familjes tonë. E dojmë shumë, edhe mund të me thanë që Xeni është pjesë e familjes tonë, se tonë ditën jemi me foton e Xenit edhe me këngët e Xenit. Do me thonë vetëm fizikisht që nuk është në familjen tonë. Xenin e marrim si pjesëtar tonë të familjes, se tonë ditën vetëm fizikisht që nuk është, se foto edhe këngët e Xenit janë gjithë ditën të na. Muzika është pjesë e ditës suaj. Shumë e bukur. Kalojmë të fotografia tjetër. Edhe kisha dashur mi falenderu për kënaqësinë e shpirtit që na jep gjithë familjes. Të gjithëve, vërtet. Vërtet Xeni është për çdo lëvdat. Kalojmë te një mes nipave dhe mbesave, ha? Këtë foto e kam zgjedh me tregu për fëmijët kur kanë qenë të vegjël, edhe tash kur jemi bo me nipa dhe mbesa. Fotot e para, jo kjo fundit, janë organizimet që kemi bo për vitin e ri në shtëpi. Do më thonë ka qenë kënaqësi kur me ditë tana, me javë tana i kemi fillu përgatitjet, qysh me zbukuru dhomën, qysh me përgatit ushqime këto, edhe ka qenë një kënaqësi e veçantë. Do më thonë gjitha i kemi bo me fëmijët bashkë. Ka qenë... I keni japë asë simbolikën e festës edhe që ata me vazhdu vazhdimisht. Vazhdimisht. Kjo foto e fundit është me nipa mbesa dhe na gjithë tash në banes, natën e vitit të ri, na secili i dhurojmë një tjetrit nga një dhuratë. E bojmë me shart, kush kujna kam i ble, bëhet shpërndarje, natën e vitit të ri e bëjmë shpërndarje në dhuratave, këtu jemi gjithë bashku. Në trego, cila është lidhja jote me nipa, me mbesa? I ketë moshave të ndryshme gjithë? Foto mbasa është e nipave mbesave. Po? Çfarë lidhje ke me ta? Kam një lidhje, me të thonë... Sa nipa mbesa ke? 7. 5 nipa edhe 2 mbesa. Unë mund të më thonë që nuk jam sikur gjyshet klasike, po jam një gjyshe moderne. Unë e mirëm vetëm me arktimin e tëne, edhe me kujdesin e tëne mirën nanat e veta. A unë vetëm lojna bëj me ta, përgatitin kuzhinë me ta, vetëm arktona. A më kujdes, më kanë kursy të
4 fëmijët kujdesen vetë, kur të vijin vikendeve të unë, kujdesen ata, a unë vetëm arktimin e Ti je prej atyre gjysheve që secilit ja përgatit ushqimin e preferuar, a? Preferuar, po. Ushqimi, po, me pjesën tjetër mandej miren fëmijët. Po. Pas ke djemë më shumë se Po, vajsa, 5. Po. E mirë edhe kjo. Kjo foto këtu kur jeni duke vallëzuar me doktorin për vitri. Ma kthe pak në kujtesë ato festat e dikurshme. Festat e dikurshme. Me shumë pak, por me një dashuri ndryshe. Ndryshe. Është vërtet, Eldita, ajo kënaqësia që na ka dhënë festat, po flas për atë kohën kur kjo është para afër 25 vjetë, 25 vjetë, ka qenë ndryshe. Se tash po marrë për shembull për vitrisë, vetëm që duhet me ba vitin e ri, nuk e kam atë ndjenjen që she kom pas përpara, po thamë ka qenë krejt ma ndryshe. Ndoshta edhe pse fëmijët kanë qenë të vegjël, se tash fëmijët gjithë janë nëpër familjet e veta, ndoshta pse kanë qenë këta të vegjël, ajo përgatitja para vitit të ri ka qenë ka thonë se tash edhe shumë gjëra po blihen të gatshme natën e festës, edhe sikur po humb ajo ndjenja e zbukurimet për shembull tash i blehen krejt të gatshme, e aty janë krejt zbukurimet të përpunuara me dorë. Në atë foton krejt punuar me dorë. E kënaqësia ka qenë edhe ndryshe. Kalojmë te fotografia tjetër, sa foto të bukura. Këtu kemi këtu. Familjen Lama, vllaznit edhe motrat e afrimit, cilët i duhet dhe i respektoj shumë. Kom kalu shumë mirë me ta, 8 vite kom jetu në bashkësi, mandej kemi dalë në shtëpinë tonë me afrimin, edhe kom kujtime shumë të mira. Çfarë kujton nga raporti jot familjari dikurshëm, si një nuse, në cilën periudhë je martu? 83. Do më thënë një nuse viteve 80-ta, me adete, me zakone, me disa gjana të cilat kanë qenë aso kohë. Çfarë kujton nga ajo periudhë? Si ishin nuset atëhershme që? Unë kom pas fatin që jam martu me një familje shumë përparimtare. Nuk i kam pas këto adetet sikur familje tjera. Edhe e kom di veten si më konë vajza asaj shtëpie kur si nuse. Edhe kur nuset që kanë arë mas meje, printe vetë ju kanë thonë që qërë bëjë si për mu se një shlirë, jo në nejtë tamon si nuse, po si vajzë e shpis. Unë aty kom qenë si vajzë e shpis, jo si nuse. Edhe qashtu më kanë trajtu. Dhe një mundu me pas një raport miqësor. Miqësor. Po, shumë e bukur. A kjo foto dytë e kom zgjedhja me 2 nipat e afrimit, me Ardianin edhe Artanin, se kur jam martu, Ardiani ka qenë 9 vjeqe, Artani ka qenë 6 vjetë. Edhe si të vegjel, më dojshin shumë edhe i kom dasht shumë. Zgjedha me të regu që kur të është një dashni e pastër, ajo vazhdon të njetën. Edhe pse tash këta i kanë kriju familjet e veta, sa vjet i kanë, ajo dashni nuk është s'pe heq. Edhe kemi atë lidhjen sikur kur kanë qenë fëmijë të vegjël. Është shumë e rëndësishme kur njeriu gjatë gjithë jetës përpiqet me mbajt fort familjen, sepse aty ndoshta është poenta kryesore të qenurit njerëje, të qenurit njerëzor. Kjo po dëshmohet shumë mirë përmes këtij katalogu të fotografive që keni zgjedhur. Kalojmë te fotografia tjetër, shohim se plehuri i gjyshës, është foleja më ngrohtë. Këtu janë nipat edhe mesat e mia, tona të mia të afrimit. Foto parë është Arlindi, tash është student. Adori është në shkollën e mesme, tash viti parë, Arba viti parë shkolla mesme, Diori është poshtë aty në klasën e 6, Albi është në klasën e parë,
Kjo është Amara në kopsht edhe Aresi në kopsht. Këta janë jeta jeme, janë disponimi jam, knatësia jeme, knoqëra me ta. Cili ka dëshira më shumë? Dëshira më shumë ka Diori, ndoshta, djali Nites, dhe Amara edhe Arba. Aresi është më i vogël, Adori edhe Arlindi janë fëmijë shumë nalën, shumë nuk kërkojnë, nuk janë kërkues. Ma kërkuesin e kemi Diorin, aja të poshtë. Sa ke ko, ti edhe kështu njihesh si person që je shumë angazhuar, sa ke ko me u marrë me ta? Une për të hanës, dhe të prentën, ta në kohën ja kushtoj kryqit koq. Për të prentës, deri dilën në mramje, ju kushtoj familjes. Edhe nuk munda mi paramenu, për shemë, për që të javë vinë, nuk munda mi paramenu një javë, mes më ardë Nora, kjo Nita Arbri edhe Katrina jetojnë në Prishtinë, për qëto javë vinë. Një javë mes më ardë një mungesën e tëne. Do më thonë, 3 ditë ju premten të shtunë në dilën ju kushtoj këtëne të shtatëve. Për mbushesh, po. Edhe thëmë, jam Nita, thot mam, ti nuk je si gjyshe tjera, je gjyshe moderne, se ton kohën luj me ta, lojnat e ndryshme, tash ma shumë me telefon fillujmë këto lojnat, për ndryshe gjej gjithfar loja, dhe lojnat që i kemi lujt na, kur kemi qenë veqër, i luj me ta, edhe knoqna sepse janë me ta. kujtime që mbesin, pastaj këta rritën shumë shpejt dhe ato kujtime i mbajnë gjatë, besoj. Aty me Albin, me djalin e Arbrit, më patën ftuar në kopshte në Prishtinë, dita e gjyshes. Edhe ajo është një ditë e veçantë për mu, se knatësi, kur gjitha gjyshet bashk, kishim pas bo një organizim shumë të mirë, na thanë me bo lojna të ndryshme me ta, u bome dhe na si fëmi, edhe është një ditë e veçantë. Edhe Albin e kom befasu se nuk ka prit që shkoj, se ish ditë pune, kisha punë shumë, po prapë se prapë gjeta kohë dhe shkova për mja plotësu dëshirën Albin. Dhe besoj ndjesi e mirë. Po, shumë, shumë. Gjithsesi, kalojmë te fotografia tjetër? Edhe këtu në krye të detyrës. Këtu janë lojnat që i bëj me ta. Këtu foton e parë, kom qitë lojen që e kom lujtone kur kom qenë fëmi. Me këto, me kafe, në ftyrësh pikat, me lojnat që marë me kulit landit që i shëtiti fëmite në mëngjes, atë kur të përgatiti i marë edhe fëmit nga pak, po. Shumë e bukur. E foto fundit jemi të lujtë futbolën gërmi. Edhe futbol lujim edhe gjitha. Gjyshe futbolistët gjitha. Gjitha. Po, e bukur është kjo kur. Kjo foto këtu në mes, në fund, është foto që më pëlqen shumë edhe fëmit më kanë dëgju mu, kur për festat e fund vitit, qysh fëmit përgatisin dhurata për fëmit tjerë. Edhe këta pa djenin time, kanë organizu të Nora, në banes Norës, edhe i kanë përgatit dhuratat, edhe kanë ardhën kryqin e kuq, vetëm kur i kanë sjellë, edhe ajo ka qenë një pjesi e pa përshkrueshme. Shumë e bukur. Do më thëmë, po për cilët ky humanizmi, ndjenja e humanizmit. Kalojmë te fotografia tjetër. Këtu në 4 pozicione, ku jemi këtu, me shoqërinë? Me shoqet e punës këtu, me shoqet cilat kohën më të madhe, pjesën më të madhe tjetër se kom kalu me to. Foto parë janë 2 shoqet e mia, Avjeti edhe Vetonja, cilat i du shumë, i respektoj shumë edhe i falenderoj për bashkëpunimin që kemi pas për shumë vite.
është kënaqësi me punu me dy femna si Afjeti edhe Vetonja. Kështu që i falenderoj shumë. Foto e dytë është janë shoqet e Kryqit Kuq. Shumica janë prej kryesisë Kryqit Kuq. Po. Doktoresha Arta, Migena, Gjimja, Majlinda, edhe këto trajnerët e edukimit shëndetësor, Merita, Serveti, instruktorët, Bleta, këto gjitha jemi shoqet pandashme. Na ka lidh puna, po na e kemi vazhdu me edhe jashtë punës. Edhe jashtë punës. Në të njëjtën kohë, edhe tu arktu, bëjmë plane për punë, mundohem me e përkra shumë njëna tjetrën në profesionin që kanë. Po unë kam qenë me fat që i kam këto shoqe. Edhe jam këtu ku jam, në Kryqin e Kuq, të ju falenderu gjithave. Shumë e mirë. Kjo foto këtu? Këtë foto e kam zgjedhë se në këtë foto është një person special e në jetën time. Kjo poshtë Batije Abrashi. Kjo këtu me kapel? Apo kjo tjetra? Jo, kjo tjetra. Po? Batije Abrashi. Në kohën kur kam qenë unë studente, na kemi pas shoqni, po kemi qenë familjarizu me familjen e Aziz Abrashit. Kjo është bashortja Aziz Abrashit. Ne jemi familjarizu me këtë familje. Edhe në kohën që kam qenë unë studente, Tesja Batije, na si studenta, kur nuk kemi pas mundësi marrë çdo javë në Gjakov për Prishtinë, se ka qenë rrugë e gjatë, 3 orë po ishim me shku prej Gjakovës në Prishtinë, kështu që një herë në muj ta vishim, as vishim prej Prishtinës. Kjo është ajo që asnjë vikend nuk em kalon në konvikt të studentave. Çdo vikend ka ardhe më ka marrë në familjen e vetë. Edhe jam shumë falenderuese. Këtë kushi Tesës Batije është vetima Jaha. Kjo është, me këta jam njoftu, mund të më thonë para 3-4 vjetë, nuk e kam njoft, po është kryetare e Komisionit Financiar në Kryqin e Kuq. Po. Por është vajza e Haki Jahës, kryetarit të Kryqit Kuq. Dhe më thonë, ai është kryetar nderi i Kryqit Kuq. Është një zonjë e vërtet. Këtë foton e kam zgjedh, këtu jemi në një grupi shoqeve që na kemi qenë shoqe, une me Vetonën, Afjetin, poshtë është Lulja Sharanit, edhe Meriten. Na jemi një grup ma i ngushtë i shoqeve, po e kam zgjedh këtë foto, se në këtë foto është një zonjë që e kam njoftu para 1 viti. Kjo është Dëshira Juniku. Edhe ndihem me fat që kam pas mundësi me njoft këtë zonjë, se kam mësu shumë për një vit prej saj, e du shumë, edhe nuk është normale sa e ngjashme jam unë me këtë grup. Çka të mësoj shoqëria me të? Shoqëria me të mësoj që duhet njeri me qenë shumë i thjesht, pavarësisht pozitës që ke pas. Thjeshtësia sej, pavarësisht çfarë pozita ka pas, kjo si femën e shkollume, kjo është 83-4 vjeçare. Në atë kohë ka pas të kryme fakultetin, ka punu në për organizatat të ndryshme, këto për atë kohë se tashti është ndryshe, po një femën shumë e thjesht, një femën shumë zonjë, mikpritse, edhe mund e me thonë që çdo javë duhet me fol në telefon në bashk, po nuk ndodh me kalu muji, ajo më s'me na thirrë në familjen e saj në drejt.
Mikpritja sej është sikur në kohët përpara. E dikurshme, po. Është një zoj vërtet, për atë arsye kam qenë. Shumë e bukur. Nga kjo që po shohim, keni qenë rrethuar një jetë të tërë me shoqëri, me njerëz të cilëve edhe u adini vlerën, do më thënë, kohën e shpenzuar me ta, po aq të rëndësishme e shihni edhe ata që kanë shpenzuar kohë me ju. Çfarë mësove nga jeta për shoqërinë? Nga jeta për shoqërinë mësova që për me mbajt një shoqëni të shëndosh, duhet me qenë shoqe pa interes. Mu dasht me zemër e jo me fjalë. Në qofse një shoqëni si kur e jona, po thëmë, na jemi shoqe me këtë grupin, këto 3 fotot, jemi shoqe që 10 vite, me disa jam që 26 vite shoqe, edhe një shoqëni për me mbjetu duhet me qenë shoqëni pa interes, mu dasht me zemër. Shumë e mirë. Kalojmë te fotografia tjetër. Këtu e kam zgjedh shoqënin me cilë kem nejt me afrimin, që foto e parë është shoqënia e sportit, që ka lujtë afrimi futbol me ta, është Dela, Bedria edhe bashkimi me gratë të tëne. Me këta kam kalu kohën më të mirë tjetës time. Çdo fest, çdo organizim e kemi pas bashku, po na kur kemi nejtë bashkë, nuk kemi pas me dalë vetëm në për lokale, po e kemi pas një javë në shtëpi, edhe një javë në lokal. Rotacion me shku. Edhe për këta jam shumë falenderus. A keni qenë ju gratë pasionante të sportit, sepse natyrshëm bisedat ju në cilë rreth sportit? Po. Fati jonë që na edhe pa u bo bashkë me partnerat tonë, tona e kemi dashtë futbolin. Edhe nuk na ka pengu të në kohën që u folë për futbol. Kemi qenë edhe me këta një shoqni e shnosh, se tashti unë me afrimin jam bo bashkë në 81. Prej 81 deri më sot na jemi shoqni e pandashme. Imagjino, 40 e sa vite. Më thonë, këto 4 qiftet të tonë e din që jemi të pandashme. Këtu fotoja e dytë? Këtë foto në dytë me shoqnin ka profesioni afrimit, me doktor Samin me Valen, edhe me doktor mentorin me doktoreshën Marit. Këta janë njerëz që duhet mi marrë shembull për profesionin që e kanë pas, për punën që e kanë ba edhe kontributin që e kanë thonë në shoqnin tonë. Indjeri, Sami Matsura, e tash edhe mentori edhe Merita. Këta janë edhe njerëz të mirë, edhe mjek të mirë, edhe gjitha i kanë edhe shok, edhe gratë të në shoqet mira. Çfarë atmosfere krijohet në ndeja të tilla? Kush është ai që ka më shumë humor? Doktor Samia ka qenë. Doktor Samia ka qenë, edhe humbja ati kalon një sprastin të na shumë të madhe, se me doktor Samin edhe jo vetëm në për festa këto organizime kur kemi dalë, po edhe familjarisht kemi shku të njëni tjetrit, afrimi ka qenë shoki ma i mirë me doktor Samin, se kemi shku dhe familjarisht, edhe kalon një sprastin të madhe të na. Ka qenë një mrekullueshëm. E vërtet. Fotoja e tretë? Foton e tretë e kom zgjedh, këtu jemi unë me afrimin, është arbri me nusën jetën, edhe janë prind e jetës, doktora Jeti edhe doktoresha Ilirian. E kom zgjedh këtë foto për doktoreshën Ilirian, se nuk e kom pas vetëm i kesh, po kom pas edhe shoqe. Edhe kjo iku e re? Iku e re edhe e mungon shumë. Te kjo kom pa që
sa i ngritën është njeri me tënë, për shembull, mjeke, doktor shkencë, sa punimet e sa e thjesht ka qenë. Unë këta e kam në zemër edhe e kam dashur shumë edhe du shumë. Më kalon përshtypje shumë të mira edhe duhet me marrë model që pavarësisht çfarë ngritje profesionale ki, thjeshtësinë duhesh me pas. Fillimisht duhet t'jesh njëri. Duhesh t'jesh njëri. E vërtet. Kalojmë te fotografia tjetër, edhe një fotografi. Këtu shkollimin tam. Po. E kom paraqit. Foto parë jam në klasën e 4, e 3 poshtë majtas. Në klasën e 4 jam me mësuesen Behigje. Kjo ka qenë Behigje Koshi, një mësuese me shumë edukat. Edhe Eldita Beson, hala e kom në kujtesën time në zonin e saj që ka pas shumë tëmbër. Ka qenë e mrekullueshme, e ndjera. Aty ka qenë edhe mësusja Desa Zherka, e ndjera, po mësuse kom pas mësuse në Behigje. Si ishin mësueset e dikurshme? Mësueset e dikurshme kanë qenë për nxënësat idhur, munda me thonë. Po, e vërtet. Idol. Edhe munda me thonë që shumë kom pas dëshirë me u basi mësusja ime, me folë sikur ajo, me qene afërt sikur ajo që ka qenë me ne. Unë për 4 vite kur nuk më kujtohet qysh një mësuese ngrit zanin në klasë. Kjo ka qenë mësusja ime. Kemi qenë një klasë mirë edhe është kur foton kur e pash tash para mendo, para sa 57 vjetë, që çfarë klase, me çfarë uniforme, është për lakmi. Të uniformuar numër i madh i nxënësve. Po. Kjo fotoja këtu? Foto e dytë është klasën e 8, kur kemi qenë në aksion në mbjelljen e Rushit. Ishin aksionet e dikurshme. Kemi në shkollë fillore, mandej ato kanë vazhdu në shkollë mesme, po edhe në shkollë fillore kemi pas organizime tilla. Ka qenë besoj një fragment i mirë i jetës, shëtitjet, edhe punojshëm, edhe ishte kënaqësi. Kjo fotoja këtu? Më tritur, a? Kjo foto është me shkollën e mesme, me shokët e shoqet edhe me 2 arsimtarët kujdestar, me Avnik Pusken edhe me Esad Vallën. Këta 2 kom pas 2 vite, njeni 2 vite, tjetëri kom pas profesora kujdestar. Në tjerët jemi në nxënësat që kemi qenë për 4 vite në klasën në gjimnaz. Kemi organizu 10 vjetorin, edhe ka qenë një befasi se mas 10 vjetë u takum, kishim ndryshime, sidomos na femnat. Se në atë kohën tonë, për shembull, na femnat nuk o që kemi po grime këto, ato ndryshimet ishin befasishme për shokët e klasës, edhe profesori Esad Valla, pyetët shokëve, tha, pse nuk botë të ju si afrimi e Floza, më po bashk, a i njeni tha, me pas ditë që bon ka gjithë bukra, nuk i kishim lonë, po ku i kemi pas në klasë nuk kanë qenë kështo. Si kime ditë. Shumë e lezeqme. Kjo fotoja këtu, me siguri jetë studentore. Po, si studente, zgjodha këtë foto, kom banu në konvikt, edhe jemi ushqy në mensën e studentave. Për 4 vite si studente në konvikt, janë 4 vite që nuk harrohen, se kemi kalu shumë mirë, kemi mësu shumë,
po edhe kemi pas mundësin me u njoftu me shoqe prej trevave të ndryshme. Se në konvikt kanë banu prej Malit Zi, prej Macedonisë, prej Preshevës, edhe u ko një knatësi me pa kulturat e trevave të ndryshme. Kush janë këto dy shoqe? Këto dy shoqet janë edhe shoqe dhe qikat e halës. Hilmije Pozheku edhe Atifete Sina. Këto i kom pas edhe shoqe edhe cimere. Kemi kalu shumë mirë. A ka pas mbrëmje, që ka qenë jeta studentora, so kohë? Kemi pas burcosjata edhe absolventiata. Kemi pas mbrëmje për festa, kanë qenë organizime shumë të mira, organizime të bashkë në sallën e Kuqe, në Grand. Kemi kalu shumë mirë. Ka qenë, unë e them, një jetë shumë ma ëmbël se tash si studenta, se tash shumica studentave banojnë për banesa private. Dhe humbet a emocioni jetës studentore, ndoshta? Shoqënohen vetëm me 2-3 shoqe, për shembull kanë. E na sa shoqën, sa... E tash të ju falenderoj jetëve sociale, për ke mundësi me komuniku me ato shoqe që tash unë 40 sa vjetë e kam kry studimet, edhe tash komunikojmë me rrjete sociale, është knatësi. A ka ndaj moment që se haron kur që të ka ndodhë gjatë kohës studimeve? Gjatë kohës studimeve, s'pëti, janë, po flasë veç për ato shka kemi pas një knatësi matë madhe, si studenta të konviktet, ato organizimet që u bashin në oborin e konvikteve me muzik, se ka pas që kanë qenë këngëtar, kanë me vegla, harmonike, gitarë, këto, edhe gjithë këto u bashin në oborin e konvikteve. Ka qenë një knatësi shumë e madhe. Në tjetër, knatësi e madhe ka qenë edhe ushqimi në mensën e studentave. Ushqimi ka qenë tepër i mirë, edhe plus, kur të shkojshim shoqni, për shembull 10-15 veta, edhe mos me pëlqy ushqimi ti e kënaq. Nuk ka pas këto teket sikur sot, ha? Jo. Edhe më ka pëlqy se në konvikt, në atë kohë, tash nuk e di, po përflasë për kohën kur kom qenë unë studente, ka qenë rregull shumë. Në ora 10 është mbyll dera e konviktit, nuk i pas mundësiti mo me hymë brenda, edhe me shokët nuk kanë mujtë më ardhë, veç e kemi pas të shtunën e dilën, që ka mujtë shokët më ardhë në vizite në konvikt, na pastrojshim ato se kishim vizita, për ndryshe ditë e tjera s'ka pas. Ka pas shumë rregull. Mirë shumë, faleminderit. Kjo foto fundit është si absolvente, kur kam shku në ekskursion, në gjithë Jugoslavinë atërshme. 10 ditë ka qenë ekskursioni, edhe kemi pas shumë, se nuk ka qenë veç ekskursion me shku me një hotel, mu vendos, po na e kemi shetit gjitha vendet, po kemi qenë edhe në për fabrikat e ndryshme, kemi pa qysh punohet, për ne ka qenë interesant, për shembull në prodhim, në atë kohë femnat qarë punet vështirë bëjshin, se na femnat i kemi marë veç për shembull në qepje, në prodhim e këto, ato për shembull na kemi qenë në fabrikën tam, aty qarë punet ronë bëjshin femnat, për ne ishë befasi. Do më thonë, ekskursioni jonë ka qenë edhe me shetit, po në tjetën kohë edhe me ba vizita në për fabrikat e ndryshme. Kom zgjedh këtë foto, se për ne ka qenë një befasi kur kemi shku në stadionin Pollut. Thash që na për ato shoqet e futbolit, që i kemi dashur futbolin edhe para se mu bo bashkë me partnerat tonë. Këtu jam në stadionin Pollut në Split.
Edhe shkut me pa ju ndonjë. Mi pa, edhe mi bëj foto me pas kujtim për ati stadioni, se dishim që komitita kemi mundësi me shku atje. Po. Kalojmë të fotografia tjetër, një fotografi, kemi kalu tash në një kapitull tjetër. Pse janë të rëndësishme ky mozaik i fotove? Edlita, unë para luftës, në 81 kom diplomu, edhe kom fillu punën në metalik, deri në vitin 99. Kom kalu shumë mirë, kom qenë referente në plan edhe analizë. Por pas luftës, na mendum që vazhdojmë prapë, por këfori u vendos në zyrat tona dhe na u dasht mu largu prej metalikut. Edhe unë në atë kohë vendosa, regjistrova kursin e kompjuterave dhe gjuhës angleze. Në atë kohë, dusha e foto par është jam me zonjen Dushe Lama, sekretare atërshme e Kryqit Koq. Po isha në kurs të kompjuterave edhe po më thirë Dusha në telefon. Tha, pëto më ardhë një intervist kanë thonë të tjashtë, mi bo për punë. Edhe pa ditë në shpe, as afrimi, as fmit kërkosh, edhe thash hajtë përshkoj veç për provoj se as nuk disha përshka asiq. Edhe kur shkova në intervist, ka qenë një delegate belge. E mbaj mend që intervista ka zgjat 1 orë. Po. Edhe me njëherë më tha urime se e pranun punë. Une u shtanga nuk disha cilat janë detyrat tuaja. Tha si je pranume si këshilltare e programit psikosocial. Po. Me Federatën Ndërkombëtare të Kryqit Koq. Për Federatën Ndërkombëtare të Kryqit Koq kom punu 4 vite. Dhe pastaj? E kom zgjedh këtë foto, mi falenderu zonjën Dushe për mundësin që ma ka dhënë me qenë pjesë e Kryqit Koq e me vazhdu më ndej me rrugtimin vetëm, natyrisht. Në Kryqin e Koq të Kosovës. Foto tjetër? Foto tjetër, unë si ekip i programit psikosocial, kemi pas me dalë në punën e kemi pas kryesisht në teren, me vizitu familjet cilët kanë pas dëvram edhe gjështukon. Po. Edhe në qendër e kemi pas grupin e fëmijëve, kjo foto këto dyta. I kom zgjedh këto 2 foto, edhe pse kemi shku në gjitha familjet në fshatnat e komunës tonë, kur e kemi pas një pritje të jashtëzakonshme, kemi kalu shumë mirë, po i kom zgjedh këto 2 foto. Foto parë është në familjen e Istref Sadris, ishi burgosur politik, i cili na ka prit shumë mirë, kemi kalu shumë mirë. Edhe delegatja Akiko, kjo e treta nërë, japoneze, u habitke, thëke, edhe pse jetojshin në kushte shumë të vështira, kur ata nuk, në përgjithësi, në teren, kur nuk kanë kërku ndihma materiale. Vetëm nashka ju kemi dërgu. Po, kanë qenë të rezervuar, po. Ajo u habitke, thëke, sa ajo ka punu në shumë vene që kanë qenë të prekuna prej luftës, e u habitke të na, thëke, qysh këta në qarë kushte jetojnë, e nuk kërkojnë ndihma, po pjo mjafton kjo përkraja morale që po ju japim. Po. Në foton e dytë, jo me një familje në Dobrosh. Po. Ndoshta ati për këtë familjen që kanë pas shumë të vranë edhe gjështukon, edhe kjo vajza këtu me dorën e këputun, në bombardimin që është ba në Bishtargjen. Derisa kemi shku na me programin psikosocial, kjo ka qenë në depresion të thellë. Edhe kur kemi shku, as ka pranu me fol, as mu përshëndet, as ish na veç kemi fol me ata antarët e familjes, po kjo delegatja
Gradualisht. Na duhet më shku për çdo ditë. Derisa të keni pranon. me pa në fund rezultatin. A beson tash kjo na si Kryqi-Kuq, delegati ka qenë prej Amerikës, Michael, e ka mësu me vozit, tash vozit Gerin ka kriju familje, edhe është shumë e lumtur. Shumë e mirë. Edhe është shumë falenderuese për krajen morale që ja kemi dhënë. Kuptohet. Kalojmë te fotografi. Te fotografia, këtë fotografi e kom zgjedh se këtu është një profesor doktor i psikologjisë Jim Gordon. Edhe ti Eldita këta na kanë ndihmu neve shumë me trajnime të ndryshme, se në fillim kur kemi pranu me punu ka qenë shumë e vështirë për ne, se me dalë ton ditën prej 9 deri në 5 çfarë ngjarje dhe me i marrë afër krejt ato ngjarje, përjetime. Ato, do më thonë ti, të natën nuk fleshe, qysh kanë përjetu, se e barqim në dhimbjen e tëne, po të ju falenderu trajnimeve të shumta që nuk kanë ba prej Kryqit-Kuq, na atëherë kemi ditë mi menaxhu atë stres dhe atë dhimbje që në ka kriju. Për ne në fillim këto trajnimet ishin pak qesharake, se na para luftës nuk kemi marrë me yoga, me meditim, me këta frymëmarrjen e tjerë, këto teknikat nuk unë për veti nuk kam ditë asgjë për to. Po me kohë i patë mësu, në fillim për ne ishin qesharake, por mandej na kanë ndihmu shumë. Edhe më kujtohet një rast, Eldita, kemi qenë në trajnim me në Grant, 5 ditë, se trajnimet 5 ditë ishin. Edhe ishim në ansal, edhe ka ardhë burri i një shoqës prej Prizrenit, ka ardhë mi taku grunë e vetë, ka ardhë në Prishtinë, ka thonë, hajtë përshkoj mi taku grunë. Edhe ku ardhë recepcioni, ka thonë, a di, një salë ku janë të trajnu Kryqit-Kuq. Ai recepcionisti ka thonë, valas di që tu jënë do, sa për flejnë, sa për qohen, na bëshim na bëshim meditimin të kësë di shka jënë ka bojnë, sa për flejnë, sa për qohen. Shumë bukur, kalojmë të fotografia tjetër. Tikim pak ma shpejt në këto fotografit e fundit. Kryqi-Kuq, ligjërata. Mbasi përfundova me Federatën Ndërkombëtare të Kryqit-Kuq, fillova punën në Kryqin-e-Kuq të Kosovës. Atë foton e parë e kom zgjedh se prioritet në punën teme i kom thonë fuqizimit Kryqit-Kuq. Prezentimin e Kryqit-Kuq dhe antarësimin e qytetarëve në Kryqin-e-Kuq. Edhe tash më bën 10 vite që e ushtroj detyrën e sekretarës, edhe ja kom arrit qëllimit që ja kom caktu vetes ditën e parë. Për mu është kënaqësi që 8.000 antar janë të Kryqit-Kuq. Edhe në vlerë është ma madhe, shumë atyrat prej antarësimit janë ma të mdaja, po mjafton që libreza e Kryqit-Kuq është në 8.000 familje. Shumë e bukur. Foto dytë është kryesia, stafi edhe vullnetarët e Kryqit-Kuq. Me këtë foto kom dashur mi falenderu gjithë për krajen që ma kanë dhënë për këto vite, për bashkëpunimin edhe për dashnin që ma kanë dhëru për gjithë për këto vite, se suksesi në Kryqin-e-Kuq nuk kish me qenë, mos kish qenë për kraja të. Kjo foto tjetër këtu? Foto e tretë është foto kur kanë ardhur në Kryqin-e-Kuq gjysmëhana kuqe e Katarit në vizitë. Edhe kanë pas dëshirë me e vizitu nanën Fërdonie, familjen Çerkezi. Dhe aty keni shku. Edhe aty kemi shku. Edhe nuk e beson çfarë emocione, se ai është kryetari i Kryqit-Kuq i Katarit, çfarë emocione ka pas se Eldita është kur kanë dëgjuar rrëfimin,
Se ndryshe është kur ti lexon ose ndëgjon për tjerëve. Ndryshe kur e përjeton nga afër. Po, ndryshe kur e përjeton nga afër. Edhe aty kisha dashur një përshëndet kryetarin e Kryqit Kuq, afër nanës Ferdonie, zonjen Feride Hyseni, ka qenë sekretar, tash kryetar e Kryqit Kuq, është një zonjë në kuptimin e plot fjalës, edhe sekretarin e Kryqit Kuq të Kosovës aty afër meje, zotni Agron Homollin, me të cilin punoj që 26 vite, edhe e falenderoj shumë për bashkëpunimin që kemi pas për këto vite. Kalojmë shpejt edhe të fotografia tjetër. Fotografia tjetër. Në këtë foto parë është unë punën që e kam bërë në Kryqin e Kuq me dashnin më të madhe, e kam thënë edhe më parë edhe tash e them, është programi i mirëqenies sociale edhe realizimi i projekteve me gratë kryefamiljare me familjarë personave të pagjetur. Foto parë është projektin që kam realizu me gratë kryefamiljare. Edhe këto i kam si familje, se 26 vjetë kam po projekte për këtë grupë. Edhe i du shumë, i qmoj shumë, edhe këto m'japin forcë qysh duhet në momentet caktume me qenë e fortë, pavarësisht dhimbjes që ke. Kjo foto me fëmijë këtu? Foto me vizita, po çka është kjo? Se e kom zgjedh këta për programin e mirëqenies sociale, për shkak të nisë për asaj që kom punu shumë në vetëdijsimin edhe të fëmijëve për me qenë human. Që edhe ata. Edhe e kom pas për krajen e gjitha kopshteve, se është knatësi kur të vinë fëmijët me ndihmë për familjet. Kjo zonja këtu pse është e rëndësishme për ty? Kjo zonja këtu është e rëndësishme për mua se kjo ka qenë nevojtare në Kryqin e Kuq. Edhe na si Kryq e Kuq vendosëm e bëm një organizim me vizitu shtëpinë e pleqve jetimat e Ballkanit. Edhe në atë shtëpi kishte qenë e takuar. Edhe ka qenë një emocion i papërshkrueshëm. Shumë e vërtet. Dhe kjo foto këtu shifet me... Kjo foto e kam zgjedh për me i falenderu gjithë vullnetarët për punën që e kanë bërë në qendrën e vaksinimit në kohën e pandemisë. Kanë punu me mujtë tanë pa asnjë pagesë, as shujtën ditore nuk e kanë pasur. Edhe i falenderoj shumë për punën. Që kanë kryer një mision jashtëzakonisht mirë. Kalojmë te fotografia tjetër. Këto janë 2 foto të pensionimit tim. Domethënë marri puna. U pensionova. Këto foto parë është organizimin që ma kanë bërë Kryqi i Kuq për ditëlindje për pensionim. I falenderoj shumë edhe ka qenë shumë emocionuese për mu, për vlerësimin, për thëmë me modesti, se kam dëshirë po ajo është një e vërtet, për vlerësimin që e kanë ba si njeri, jo si punëtor, po ma shumë si njeri për sa vite kemi qenë bashkë. Edhe jam falenderuese për mirënjohjet, se unë nuk jam një njeri që pres mirënjohje, punoj për mirënjohje, po ka qenë knatësi për mirënjohje. Janë një simbolike mire. Simbolike për Kryqi i Kuq edhe profesoresha Migena nga Nermin Vlora Pallasku. Shumë bukur. Kjo foto tjetër? Unë jam edhe pjesë e OEQ-s së optimiste. Edhe këto shoqet ma kanë organizu edhe këto një mbrëmje në shenë mirënjohje dhe falenderimi. Për pensionimin tim. Shumë e bukur kjo. Me këta përfundoj. E kemi edhe një të fundit që do ta përmbyllim. Qa është kjo zemër këtu? I vetmi kuptimi i jetës është ti shërbesh njerëzimit. Shumë pajtohem me Tolstojin. I kom zgjedh këto 2. I vetmi kuptimi i jetës është ti shërbesh njerëzimit. Edhe ndina shumë mirë
që kom pas mundësin me qenë pjesë e humanizmit, pjesë e punës në Kryqin e Kuq. Se unë punën në Kryqin e Kuq nuk e kom marrë si punë, por kom marrë ma shumë si mision. E besoj që e kom kry me nderë këtë punë, e kom zgjedh me thonë mi shërby njerëzimit, po pas kësaj e kom vendosë zemrën që mi shërby njerëzimit me zemër e jo me fjalë. Faleminderit shumë. E ke përmbyll aq bukur sa s'më mbetet mua të flas fare, vetëm të falenderoj për këto emocione që mi dha e për gjithë këtë reflektim të mirënjohjes që ke për shumë njerëz që kanë rrugtuar bashkë me ty. Kjo është më mira që mund ta bëj një grua si që jeni ju, por edhe ne të marrim model që të jemi mirënjohës me ata njerëz që janë bashkë me ne. Eldita, unë tashti për fund, po tonë që duhet dhe ty shumë, edhe të falenderoj e gjithë të vesyrin. E du shumë, se është knaci me punu, po në të njëjtën kohë edhe mi dasht ata persona me të cilë punan, mi dasht me zemër. Kuptohet. Unë të falenderoj për emocionet e përzimet që mi ki dhuru këto ditë, edhe këtë emision kam dasht me ju dediku gjithë atyre që kanë ndiku të unë me kry këtë punë teme me shumë vullnet edhe me shumë dashni, të ju falenderu dashnisë, respektit edhe për krajes që e kom pas për gjithve. Faleminderit gjithve. Faleminderit shumë, faleminderit. Kemi përmbyllur këtu këtë diskutim të sotëm, faleminderit që na ndoqët dhe ju premtoj se do t'jemi sërish të martën me një tjetër protagonist. Mirëmbetëshi dhe mos harroni të na përcjellni edhe në rrjetet tona sociale, e duke mos përjashtuar edhe propozimin e shumë emrave të tjerë të cilët ju pretendoni se mund të bëhen pjesë e emisionit Një jetë në një orë. Natën e mirë.